Tria, 2 ditë. Jo, do të ka për të ballon në bitur në tria të të apo tria të në nëse të Si Kolumbat. Kolumbi është simboli i pafajësisë, i pastërtisë dhe paqes. Dhe apostujt duhet të imitojnë mençurinë e gjarpit, por jo liksin e tij, dhe nga ana tjetër duhet të ruajnë zemrën e pastër të Kollumbit. Sipas letrave, Kollumbi nuk mban mëri dhe kur i bëhet padrejtësi. Kështu dhe i krishteri duhet të falë, duhet të mos akthejë dhe të vazhdojë të dojë ata që e dëmtojnë. Mesazhi kryesor i këtij vargji është se Zoti Krisht bashkon dy virtyte që duhet të ecin së bashku. Pra, mençurinë e gjarpit, maturi, kujdes, zgjuarësi përballë rreziqeve dhe pafajësinë e Kollumbit. Pastërti zemre, dashuri, mungesë hakmarrje. Vetëm mençuria pa pafajësi mund të bëhet tinakri. Vetëm pafajësia pa mençuri mund të bëhet naivitet. Ideali krishterë është mençuria e bashkuar me pafajësinë. Ose, siç është quajtur dhe ndryshe, thjeshtësia e mençur. Krejojmë akoma edhe këtë pjesë të Evangjelit të sotëm, pasi në këtë ditë, nëse na saktë të shëson, ne kujtojmë edhe dëshmorët e vendit tonë, të cilët janë martirizuar në Apolloni. Shën i Sabri, që ishte diakon dhe që ushtroheshe në asketizëm, bashkë me Vasilin dhe Inocentin, ishin në origjinë nga Athina dhe jetuan në kohën e mbretit Numerian, në shekullin e 3. Shkuan në Apolloni, kuptohet, bota sot numëron gati 30 qytete me Apolloni, po bëhet fjalë Apolloni ton, pra aty ku sot është Poja në Tjerë. Pas mbulesës së Evangelit, këta të tre vendosën një shtëpi për të jetuar si asketë. Megjithatë nuk u vetëm për shumë kohë të fshehtë, pasi 3 krishterë shpesëtar, Feliksi, Ermia dhe Peregrini, i gjetën dhe filluan të qëndrojnë pranë. Si shkëmbëri të ushqimit shpirtëror që ata në kohën atyre, ka të tjerët i furnizohen me gjërat të nevojshme. Pas pak kohë, duke u përgjigjur nxitjeve të Isabrit, 3 nxënësit ndanë kishin e të varfrit dhe erdhën për të jetuar pranë tij, dhe pranë atyre që ushtroheshin bashkë me të. 3 e tyre, që ishin paganë, dështuan në përpjekje për të kthyer në lojtari bitë e tyre, i denoncuan tek qeveritari Apollonis te Trifondi. Ky i fundit i arrestuar dhe fillimisht u përbojë të mëshonte Feliksin, Ermia dhe Peregrinin, por pa rezultat. Se shkuta u që të fiteshin kokën.